Trendi i vaksinimit është një trend shumë i diskutuar dekadën e fundit do thosha, por sidomos mbas periudhës së Covid-19, pra rreth 5 vite që kjo ka pasur një rezonancë më të madhe dhe është e kuptueshme, pasi teoritë e ndryshme konspiracioniste kanë pasur ndikimin e tyre në vaksinimin në përgjithësi të popullatës. E vërteta është që skema e vaksinimit të fëmijëve është një skemë e cila ka një historik mbi 100 vjeçar, i cili ka pasur rezultate të jashtëzakonshme për njerëzimin. Këto rezultate së pari kanë ndikuar në 2 drejtime. Së pari zgjatjen e cilësisë të jetës, zgjatjen e jetës së individëve, pra nga 50 vite që ka qenë në fillim të shekullit të 20, tashmë jemi rreth 80 vite mesatarja globale e gjatësisë. Kjo është e para, dhe e dyta cilësisë së jetës. Pra qytetarët jetojnë shumë më mirë aktualisht në periudhën që ne jetojmë për gjatë gjithë jetës tyre se sa më parë. Këto 2 drejtime duhet të ndalet mbar bota për të identifikuar, dhe patjetër që ka vend edhe për përmirësim. Unë mbështes të gjitha dyshimet e popullatës në raport me llojet e vaksinimeve kështu me radhë, por vaksinat klasike janë një garanci për shëndetin e fëmijëve. Dhe këto patjetër duhen promovuar, dhe shohim që më së shumti janë grupet vulnerabile, ato të cilat janë të atashuara pranë seksioneve të ndryshme fetare, të cilat nuk pranojnë vaksinat të caktuara, duke vënë në rrezik herë edhe shëndetin e fëmijëve të tyre, por ka ndoshta edhe papërgjegjshmëri nga pikpamja profesionale, sepse infermierët caktuar apo mjekët caktuar mund të suportojnë prindrit në raport me këtë çështje. Kjo është një element i cili nuk duhet lejuar dhe nuk duhet promovuar. Prindrit duhet kuptojnë që shëndeti i fëmijës tyre është shumë i rëndësishëm, dhe kjo varet edhe nga kalendari i vaksinimit, i cili është një certifikat garancie për shëndetin e fëmijës së tyre. Pa diskutim, në raportet që ata kanë me pediatrit që monitoron shëndetin e fëmijës së tyre në mënyrë ciklike, mund vendosin për të shtyrë kohën e vaksinimit në përputhje edhe me shëndetin e fëmijës, po edhe me fazat e zhvillimit të fëmijës, pasi shpesh herë nëse një fëmijë i cili ka problematika të caktuara, për shembull akoma nuk ka arritur të flasë kështu me radhë, disa pediatër shtyjnë periudhën e vaksinimit, por jo mos ta realizojnë atë, duke vënë rrezik edhe komunitetet caktuara, siç janë çerdhet apo kopshtet të cilët frekuentojnë fëmijët e pavaksinuar, duke u bërë shkallës kështu pastaj që në efektin domino të preken nga virozat caktuara të gjithë këto komunitete.